Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot do ndjeni sikur diçka po ju shtyn të dilni nga rutina. Një vendim i vogël mund të ndryshojë rrjedhën e ditës, më shumë nga sa mendoni. Mos kërkoni gjithmonë aprovimin e të tjerëve. Intuita juaj është më e saktë sot. Demi. Dita sjell lëvizje dhe kontakte të reja. Dikush mund t'ju jap një ide interesante që ja vlen ta ndiqni. Kujdes vetëm me premtimet, mos thoni po për çdo gjë. Binjakët. Një çështje që keni shtyr prej kohësh kërkon zgjidhje. Nuk është dita për ta injoruar më. Në anën tjetër, një moment i këndshëm me dikë të afërt do ju rikthejë qetësinë që ju ka munguar. Gaforia. Do keni nevojë për pak hapësirë personale. Jo çdo gjë duhet ndarë me të tjerët sot. Një reflektim i qetë do ju ndihmojë të kuptoni më mirë një situatë që ju ka shqetësuar. Luani. Një mundësi për t'u dalluar shfaqjet papritur. Mos hezitoni ta merrni skenën, por pa e tepruar. Dikush po ju vëzhgon, më shumë nga sa mendoni, sidomos në aspektin profesional. Virgjëresha. Detajet bëjnë diferencën sot. Një gabim i vogël mund të shmanget vetëm nëse jeni të përqendruar. Nga ana emocionale, dikush pret më shumë vëmendje nga ju se sa po jepni. Peshorja. Një zgjedhje mes rehatisë dhe rrezikut po ju vendos në dilemë. Nëse ndiqni zemrën, mund të surprizoheni pozitivisht. Një takim i papritur sjell energji të re. Akrepi. Sot nuk është dita për kompromis. Do ndjeni më të vendosur se zakonisht dhe kjo do ju ndihmojë të vendosni kufi të qartë. Në marrëdhënie sinqeriteti mund të trondis, por edhe të pastrojë situatën. Shigjetari. Rutina ju mërzit dhe sot do kërkoni diçka ndryshe. Edhe një ndryshim i vogël në plan mund t'ju jap ndjesinë e aventurës që kërkoni. Kujdes me shpërqendrimin në punë. Bricjapi. Puna ecën, por jo me ritmin që dëshironi. Mos e shtyni veten më shumë se ç'duhet. Nganjëherë pritja është pjesë e progresit. Në mbrëmje një lajm i mirë mund t'ju lehtësojë. Ujori. Një ide që ju duket e çuditshme mund të rezultojë shumë e vlefshme. Mos e nënvlerësoni veten. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet me një qëllim të ri. Peshqit. Ndjeshmëria juaj sot është në nivel të lartë, por ju jep një avantazh. Lexoni njerëzit pa shumë fjalë. Kujdes vetëm të mos merrni përsipër problemet e të tjerëve. Horoskopi në Top Albania Radio.